Miq të nderuar, ju përshëndes. Sapo doli nga shtypi libri më i ri, E folmi e qytetit Lezhës. Është një libër për cilin kam punuar shumë vjet, puna është bërë këtu e 45 vjet përpara. Ky libër sjell të folmin e qytetit Lezhës, ashtu siç ka qenë në atë prerje kur kam bërë studimin. E folmi e Lezhës është një folme që hyn në të folmet e Gegrishet Veri Perëndimore, bashkë me të folmen e qytetit Shkodrës, të Malësisë Madhe, të Mirditës e tjerë, përbën një element shumë të rëndësishëm për t'u njohur. Shpresoj që në këtë libër edhe studiuesit e sotëm, edhe studentët do të gjejnë vlerësimin e atyre elementeve të rëndësishme që i ka pasë e folmja e qytetit Lezhës, që i ka gëshetuar edhe me prurjet e ndryshme që kanë ardhur në zhvillimin e këtij qyteti, dhe jam i bindur që në tërësinë e vet ky libër do të sjellë një vlerë të shtuar në njohjen e dialekteve të gjuhës shqipe, e në mënyrë veçantë të folmeve të Gegrishet Veri Perëndimore. Ju uroj të mira.